Gëlltitja e plastikës, por edhe e gjuetja e palishme mbeten ndër shkaqet kryesore të ngordhjes së specieve të ndryshme brenda dhe jashtë Gjirit të Vlorës. Specialisti i zonave të mbrojtura Nedxhi Pysulakoj konfirmon se referua rasteve të breshkave të ngordhura, shkaku kryesor mbetet gëlltitja e mbetjeve plastike. Këto materiale shpesh ngjajnë me kandilat e detit, të cilat janë edhe ushqimi kryesor për breshkat, duke i bërë ato të gabojnë e të përfundojnë në ngordhje. Ndërkohë rasti më i fundit i një foke mesdhetare të gjetur të ngordhur mbetet ende për të verifikuar. Nuk përjashtohet mundësia që shkaku të jetë gjuetja e palishme, por edhe lundrimi i mjeteve detare që përbën rrezik për këtë specie të rrallë në ujërat tona. Për sa i takon breshkave, kemi një bazë të dhënash se cilët janë arsyet e shkaqjet e ngordhjeve të tyre. Një nga arsyet është gëlltitja e plastikës, për arsyen e ngjashmërisë ka plastika ndet me kandilat, që është baza ushqimore e breshkave, por kemi dhe faktor njerëzor ose faktor të aktiviteteve të ndryshme, transporti detar, që është një nga aktivitetet që ka një konflikt me specie detare. Përsa i takon fokus me zdeut, fatkeqësisht, për aq numër fokash sa kemi ne në rang vendi, ne estimojmë 3 deri 4 individ, të kesh një fok të ngordhur është diçka shumë e keqe, por akoma presim një raport nga grupi ekspertë për të kuptuar se cilat kanë qenë shkaqet e ngordhjes së këtij individi i cili u gjet para disa javësh në Gjirin e Pashalimanit. Kohët e fundit disa breshka të ngordhura janë gjetur në Bregdet, si dhe një fok mesdhetare, duke ngritur alarmin për problematikat që po përballen ekosistemet detare në zonën e Vlorës.